Këtë kampion nga Gjermania, i cili është Leotrim Bytyqi. Sot ka ardhur në vizitë në Zvicër për të na përcjell, po edhe për eventin, edhe ta pyesim. A mund të na thonë 2-3 fjalë, si ju duk ky event në përgjithësi? Eventi ishte shumë i mirë, edhe ishte event shumë i qelluar për ndërtë të ditëlindjes së Skënderbeut. Edhe shpresoj që të mbahet si turner çdo vit. Fituesi nga Rogova më i forti. Po na shqiptarët njihemi për dur të forta, edhe besoj që shumë ka që janë spontan, po kanë dur të forta, po dom që nuk mirën më shumë me këtë sport dhe nuk ushtrojnë më shumë, që me marrë profesionalisht. Përësia jam ka me qenë që ta nderojmë këtë sport, se kjo është sport i shqiptarëve, edhe njihet si sport i shqiptarëve, edhe ka shumë shqiptar të fortë, edhe shpresoj që në të ardhmen të ketë sa më shumë shqiptar që të mirën me këtë sport. Sot isha vetëm për ndërtë të turnirë që mbajt për kryeherorin tonë Gjergj Kastrioti Skënderbeu.